Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio profesor Pullumpi Linçi. Profesor, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Profesor, sot do të flasim rreth protestës apo demonstratës, si mund ta quajmë, të djeshme që ndodhi në Tiranë. Ç'mund të flasim një herë për situatën. Ku zoti Berisha tha që protesta e djeshme do të jetë shumë e fuqishme. Shifeni edhe vetë në ekran. E kemi edhe me... Po, unë shikoj tamam si misla i kanë hedhur kryeministrisë. Me gaz losjellës. Por nuk shikoj, mund të ketë foto tjetër si një përgatitur. Kemi edhe foto të tjera që do të flasim. Do me thënë këta njerëz pas kanë qenë. Po, këtu ka që njerëz kanë qenë mbrëm në miting, në protest, jo në miting. Të dashur shqiptar ku do që ndodheni në përbot. E di që prisni, unë përsëri u ktheva jam në Tiranë. Jam shëndoshë mirë dhe u falenderoj gjithë shqiptarët që kishin merak, që pyesin se ku ndodhem. Të dashur shqiptar, unë jam në Tiranë, në Tiranin, më mirë të them në Tiranin e krimit, në Tiranin e hajdutëve, në Tiranin e vrasëve dhe në Tiranin që i ka shpëndar shqiptarët për të detit 3 milion e gjysmë. Pra, unë shoh demonstratën, unë ndje keqardhje për Sali Berishën, sepse ka një javë që thot demonstrata më madhe që ka patur histori e Shqipërisë, turpi botës, as ishin as 200-300 veta, ishin edhe vetë. Por, mua po më tregon gazetarja fotot, vërtet është keqardhje, dhe më tepër është turp nga bota që të hedhësh mislat, tamam si misla, të hedhësh kashi pallatit. Jo kashi njerëzve, sepse ata janë së bashku të dy, si partia e Saliut dhe partia e Edi Ramës. Pra, shqiptar, unë kam parë shumë gjëra të hidhura mbrëm, po unë po dëgjoj nga gazetarja, po dëgjoj çfarë pyetje më bën, jam gati të përgjigjem dhe unë do flas ato që di unë realitetin për shqiptarët. Unë pres nga gazetarja. Po, kemi edhe... Regjia, po. Këtu mund të shikojmë mjaft mirë dhe mjaft qartë ish kryetarin e bashkisë Kamzës, Xhelal Mziun, ku e hedh flamurin, ku e shkel flamurin shqiptar, simbolin e kombit, me këmbë dhe polici e merr dhe fut në gjoks. Ç'mund na thoni profesor për këtë pjesë? Kush mban dhe përgjegjësi? Dashur shqiptar, ju e shihni dhe vetë. Të quajtur deputet, të emëruar nga sërbët. E them me plot gojë dashur shqiptar, nga sërbët. Po çfarë prisni o shqiptarët e mi? Arrin një i quajtur deputet, kryetar bashkie në Kamz, për kaq vjet, një hajdut, të vi duke rënë ndaullës, rrinte në për rrugët, që tipte ndojnë para, e merr Berisha, jo që e bën kryetar bashkie, po e bën dhe pasonik me vil, që a i s'kishte katandija shtëpi. Arrin të dashur shqiptar, shkel flamurin, shkel këtë flamur që është i kuqe e zi, që është i gjakosur nga armit çekullor. Po të dashur shqiptar ka 35 vjet. Më armiq, më anti-shqiptar, më shqipfolës, më mizakali, nuk ka patur histori e Shqipërisë. Unë të dashur shqiptar, po them dhe po shëgoj realitet. A i shini dashur shqiptar, ky i binde daullës, që sot thot jam doktor, profesor, një hajdut. Pra dashur shqiptar, unë dua të di, e nëse më dëgjon oficeri i policisë që e mori flamur dhe e vuri në gjoks. E mori flamur duke ulur kokën, sepse e kështë shkelur
kjo fytyrë që shihni ju. Kjo fytyrë. Po unë kam për t'i thënë drejtorit të policisë, të quajtur shik, a i tamam si shiu që bie, çfarë bën mo drejtori i policisë të arrish të shkelet flamuri kombit Shqipërisë nga një fytyrë e shëmtuar, të quajtur deputet të emruar rrugaq, të marrë nga rruga, të shkeli flamurin, kurse policat e shkret i godisin, i shtyn do të shini e më vonë, pra shqiptarët e mi, këta keni patur për 35 vjetë. Po mirë mos ali, doktori je, ke qenë doktori zemrës, ke bërë shkollë në Shqipëri, ke marrë doktoratë, të qovi e në veri në Francë, je njëri kulturar, nuk je njëri pa ditur. Si të duk flamuri kur shkel sot, mbrëm? Në që mënyrë e arsiton t'i këtë? Si del në për televizor e thua demonstrata me madhe botrore me 10 veta. Po mirë më sali, kur flamurin e shkeli, dhe ai polici që merr $600, kurse ai që shkeli merr $10.000, një fytyrë rrugaqi, që ka vil kudo, vila, që shqiptarët s'kan buk të hanë, e shkel flamurin e kombit. Po mirë mor drejtor, se nuk e arrestove, kush ka imunitet të shkeli flamur e Shqipërisë, e armitë të shekullorë, kur kanë erdhur, nuk i kanë ngrisur flamurët, po i kanë marrë edhe i kanë hequr dhe i vjen aty ku duhet. Po i nuk i kanë shkel me këmbë, që është një ligj ndërkombëtar, është ligji i luftës, është ligji i paqes. Vërtet, vriten, po më në fund, çdo flamur ka respektin e saj, ka simbolin. Pra, leqë flamur e shkeli, po do shini dashur shqiptar si u bërtasën policave. Policat marrin $600. Apo jo mo drejtor që je vend për një kohë të shkurtër? Do mbash mend një histori për periudhën që je drejtor. Mban mend si të ka thënë Berisha? Të ka thënë Berisha që ti je tradhtar i armik, më duke se dole miku i Berishës. Që ti nuk arrestove asnjë, që duhet të arrestoje në flagrancë. Për arsye se po diqinin Shqipërinë. Mendonin ta diqin. Dashur shqiptarë ne mund ta shohim kur ziren aty hidhe si kaposh disa të quajtur profesorë në Elbasan. Mund ta shohim foton. Tu kemi deputetin Luciano Boci. Dëgjojeni shqiptarë, dëgjojeni. Deputeti emëruar. Se para krimit e disi e një ushtare, që u njofi mirë, su rretër, merrin me deputetet me njërës tjeshtu, legena, paton hëgjist, legena. Ja me ashtu, hajde o flamur. Hajde o flamuri, thot, zdim, të godas policat. A, pra, shqiptar, si duroni, me këta rrugaqër. Ose zjatë, ke godikti, bashkë me këto tjera. Ti bashkë me këto tjera, do vi. Je burri mirë ti? Jeni, kuptoni që jeni s'ka që do me e kalu kështu. Me e kalu jo me do të keni turp. Shkoni atje, ikni tuti, që doni tu? Shkoni, meri të iqin për i shkoni e qytetarë, s'keni turp. Por të bini, pra e Tiranën t'jeni këtu ju. Mund të ndalosh të lutem, dashur shqiptar, ta janë deputetët. Ta janë që nuk arrestohen. Këta janë ta mizat e kalit. Këta janë ta që diqin në Shqipërinë si në theshtatën për të mbuluar hollaqet e tyre. Po këta deputet me anën e Berishës e firmosën dhe e quajtën Iranin kriminal, terrorizm. Kjo është terrorizm, dashur shqiptar. E quajtën qëllimisht terrorizm,
si pëseja që i mblodhi me 80 e ca vota, më në krye Peleshin, Niko Peleshin, Ballën, më në krye Ulsin Manin, edhe betuan dhe e vu në fuqi, dhe e quajtën Iranin terrorizm, popullin e Iranit. Vërtet, populli i Iranit kishte demonstrat para se të hapshe lufta kundra qeverisë të tyre. Po kur erdhi lufta, u bashkuan bashk, pra dheun e tyre. Pra këta e bën qëllimisht. Qëllimisht edhe qëllimisht atë të Iranit. Kjo ishte arsyeja që unë u largova nga Shqipëria për të vizituar me njerëzit e posaçëm se kishin ndërmend të hitin misëll në tokën e Shqipërisë. Se këta të donin, të dashur shqiptar. Duan një 97, mendoj se do humbasin gjurmën. Po jo. Pra e pat dhe vetë. E pat edhe vetë se qa po bin demonstrat. E pat edhe vetë që edhe ministrin e brendshme goditën. Unë kam thënë që atë ministrin e brendshme, ditën që ne jemi në fuqinë në shtet, në qeverinë e re, unë po flasë përsëri sot. Në emër të misionit tim. Po flasë si kryeministër i qeverisë teknike. Që nuk ka njeri ta bëjmë më, pavarësisht se Edi Rama thot do kemi 80-90 deputet e marrën nga ne, edhe senator. Edi Rama e Berisha vetëm të befshin politik edhe qeveri teknike në dynjan tjetër. Kur se kam për të bërë më, pra dashur shqiptar, ka ardhur atje ku s'mban me ke ju. Pra, këto fytyra i keni patur 35 vjetë. Këto fytyra që s'kishin pantalona, ecin me sandale kineze. Këto fytyra që kanë marrë para në për shkolla, apo jo më s'pak. Pse dosjet e tyre nuk fillon të arestohesh? Ku je s'pak? Pse s'vajte brëm të arestonje në flagrancë, të godaqë policin, që ai polic merë $600, kurse dhe rot drejtor, ti merë $2.000. Lere ato më janë me Metrokup. Pra do mbash përgjegjësi penale për atë të mbrëmshme. Heshtja do të thot bashkimi dy partive. Heshtja do të thot diqni policat që marrin $600, se janë bërë slave tuaj. Ashtu thoshe edhe drejtori i ri, që shumë eri i thoshe, drejtori i ri, mos digjo Sali Berishën e Edi Ramën. Vazhdo punën, mbroj shqiptarët, policia pratesh. I thash shumë herë dhe më në fund të gjeti vendin. Po ashtu do të gjeni të gjithë një nga një ju drejtorë, sepse dije ishte terrorizm, mbrëm. Quhet terrorizm, pavarësisht se e kanë shkruar 15 arestime për akt dhune. Jo dashur shqiptar, jo që kanë shkruar të policisë, nga drejtorët e policisë. Kemi arestuar 15 veta thonë për akt dhune. Ore drejtor, nuk është akt dhune, është akt terrorizm. Në terrorizm arestohesh flagrancë. Në terrorizm ku det polici të vret. Le ta bëjnë e këtë, si që bëjnë në Amerikë, që nuk shet deputet në Amerikë, në një shtet demokrat real, nuk shet një senator në demonstrat. Po këta duan të djegin, këta duan djegin polica, keni polica në spital. Pra, pse s'duat përpara policisë o drejtor, ku jini ju shefat, se s'dilit përpara, të hanit për shtymën e këtyre të quajtur deputet të këtyre fytyrave këtu. Ku je Edi Rama? Pse jeni heshtje? Beson se do mbrosh veten tënde. Shqiptarët e mi ka ardhur fundi, nuk e di çfarë pyetje do bëj gazetarja, unë do flas shumë sot për shqiptarët, realitetin se ku ndodhet dhe çfarë do bëhet. Struktura sekrete, SPAK dhe Byra Kombëtare e Hetimit, më të frikshëm se ish sigurimi i shtetit të Enver Hoxhës. Profesor, po pse po pritet frika në politik nga SPAK-u dhe nga Byra Kombëtare e Hetimit? Ç'mund ta thuash?
shqiptarët e mi, ky televizori, që është e vërteta, e hap që në mëngjes dhe deri në mesnatë. Që ky televizor e pas ka marrë gazetarja eksakt nga televizori që del. Spaku dhe Byroja Kombëtare më të frikshëm se ish sigurimi i shtetit. E thonë këta, mizat e kali. Dashur shqiptar, unë e njoh mirë komunizmin. E kam hequr në kurriztim. Në kohën e komunizmit sigurimi të hiqte zvarr, të vriste pa dokumenta, të arrestonte, të internonte, të burgoste, pa fakte, vetëm si që donin ata. Po unë po them shqiptarëve, se nuk e thonë realitetin, dashur shqiptar, Spaku ka marrë urdhë që dije, Byroja Kombëtare ka marrë urdhë që dije. Do të thotë që do arrestojnë njerëzit në flagrancë. Nuk pyetet më se je deputet, se je president. Ka hyrë puna në terrorizëm, dashur shqiptar. Në terrorizëm që e kanë nxjerrë për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rënien e kullave të New Yorkut. Quhen terrorist. Kjo është mbi terrorizëm, dashur shqiptar. Që të shkelësh flamurin, që të godash policin, e të bërdash sa ke fuqi, e të bredhësh në për Tiranë. Njerëzit ishin për kafene, s'lëvisin nga vendi, sepse nuk i duan të dyja partit. I pan që janë anti-shqiptare. Dikush nga ju mund të më thotë, Pilin që e ke shumë gabim, nuk janë partit anti-shqiptare, janë deputetët tonë. Mund të thotë do një mizkali, që ka mizakali edhe në për kafene, ka mizakali edhe në publik, ka mizakali kudo, më dasë mi jenë kudo. Pra dashur shqiptar, ka erdhë koha. Spaku dhe Byroja Kombëtare do arrestojnë njerëzit flagrancë. Jo një, po si që kam thënë me qindra dhe me mira. Ne e kemi bërë qeverinë teknike dhe përsëri po e them zyrtarisht. Unë po flasë sot në këtë minutë që më shihni, po flasë si misioner i Kombit të Amerikës dhe i Kombit të Shqipërisë. Po flasë seriozitet. Shqiptar, ka erdhur fundi. Ka erdhur fundi, o liria e juaj, o të rini të vdekur që tu hypër një qafë këta si që kanë hypur për 35 vjetë. Shumë njerëz më shkruajnë, një më thonë Pilin që qeverinë teknike e bërë që kërkon nga ne, po qeverinë teknike nuk bëhet me 13 ministra. Qeveria teknike bëhet për arsye për 3 muaj që të vesh kushtetutën, këtë kushtetut amerikane. Dashur shqiptar, që është për këthyre në Shqipë. Që është kushtetuta që ndodhe së Amerikë. Por Shqipëria, sepse Amerika ka 50 shtete, Kaliforninë, Floridën, Teksasin. Unë do të dalojmë pak në Teksasin, dashur shqiptar. Kjo kushtetuta që është Teksas, është tamam si kanuni që ka qenë dikur në Shqipëri. Edhe ai kanun është vendosur nga shqiptarët po në Amerikë. Që me berin e presidentit të Amerikës, George Washington. Birin shqiptar, me nën shqiptare. Është ligjit, dashur shqiptar, që të arestohen, e kanë hak, jo zvarë, por e kanë hak, dashur shqiptar, që t'i zesh, kudo që t'i zesh, t'i lidhsh me litar dorë dhe t'i ngelet dora dhe shishi Skënderbeut. Atë që u kanë bërë ju, atë që bashkëpunojnë me të uajnë, këto fytyra që pat ju aty bërë para, marrën nga $10.000. Jetojnë në përvila, hanë dreka e darka në Serbi, në Beograd, në Athinë, në Moskë, lidhje t'i kanë, sepse bëjmë pazar, sepse u kanë shitur, dashur shqiptar. U amuart pasurit, pronarëve të ligjshëm, i shitën $1 metro katrori. Fjala ishte $1, po pa para. Kanë bërë vila, kanë bërë hotele,
mendonin se do t'i kishin për jetë. Por Amerika, dashur shqiptar, dikur thoshte në kohën e komunizmit, komunistët thoshin, ne e zem lepurin me qerre. Komunistat e zini lepurin me të vrarë. Kurse lepurin e ze Amerika, dashur shqiptar, të le të lirë, të shikon, të ndjek pas, mbaron hetusin, do me thënë, brenda FBI-s, e mbaron hetusin, kapet dosja, ta arreston, ta hedh qelsin në det. Kjo kushtetut është tani këtu. Kjo do veprohet në tokën e Shqipërisë të ditë, dashur shqiptar. Nuk durohet më. Nuk durohet më. A e pa, dashur shqiptar, mundet regjizori mund da të regoj dhe një piktur, dhe një foto, demonstrat, ishën 3 flamur. Flamuri shqiptar, flamuri Evropës, dhe flamuri Gjerman. Flamuri Amerikan s'ishte. Ishte radhen parë, vetëm një. Qëllimisht. Dashur shqiptar, ja po e flasë unë e po flasë në emërt të miqve të mi, të gjakut tonë të Gjermanisë. O Sali, Gjermania nuk është me ty, as me Edi Rama. A i flamur që vure ti, gjoja që është me ty. Ata njerëzit që i ke në Evropë që s'te erë, ato shushunja që i ke dërguar, lajmin u adhan atyre. E di çfarë thanë? Saliu të mos jetë më, të mos ekzistoj më. Nuk e di ata kanë thënë, po ti e di. O Sali, jo flamur të veshti çdo gjë ke përfunduar. Mua vjen vërtet keq për moshën që ke, për durimin që ke humbur, që i ke lënë rrugaçët të djegën Shqipërinë, i ke lënë që të godasën policinë, që ajo polici merr $600 në muaj. A i ke pyetur veten ndonjëherë që shqiptarët marrën bukë me tallona? Kam pyetur, marrën bukë me listë. Pse e marrën me listë? Nga ju. Nga ty e nga Edi Rama. Ju jeni së bashku. Ke thënë një 2-3 herë në televizor. E ke zënë edhe emrin Shpresa. Sali, unë të njoj që më në 10, po unë të njoj para në 10-ës. Që kur ishe në Paris, me 70-8, ke qenë me shkollë gjoja, emision. Unë i njoj Edi Ramën, dashur shqiptar. Kur ka merë të në 10-ën, ishte në Greqi. Dhe mitë, e dajo së ti, dhe fisi, dhe gjaku. O shqiptarët e mi, keni 35 vjetë me qeverisje, me deputet anti-shqiptar. Po të llogarisni mirë, ti mirë me radhë, këta kanë qenë kryetar, si Nanua, Edi Rama, Majko i Majkos, Ilir Meta, Sali Berisha. Po të llogarisë mirë, përveç Ilir Metës, ta nuk janë shqiptarë. E kam preardhin tjetër ku, tjetër vend. Pra, po urdhojnë të huajt. Armi qekullor që kemi patur me vite, me shekuj, kemi qenë në luft, stërgjyshët tanë, gjyshit tanë, babalarë tanë, por nuk ka ndodhur kjo që ndodhi tani. Nuk ka ndodhur kjo që të digjet flamuri, apo ta shkelish me këmbë. Ai person që ka shkelur flamur me këmbë, ai do ketë fatin e hidhur ditën që ne bëhemi qeveri, e në burg tjetë ne do të nxjerrëm para shqiptarëve. Si e shkelja të flamur? Ka shkelur komin, ka shkelur vendin ton, ka shkelur vendin me keq se një sërb. Edhe sërbi po t'ishte, unë e njoh mirë politikën, nuk e shkel flamur e tjetrit. E të vret, të burgos, të vret në luftë, po flamur nuk e vis. Se është rregulli ndërkombëtar. Ashtu si që ka flamur e tij ai, është flamuri i atij vendi tjetër. S'ka punë me flamur.
Pra, këta të dashur shqiptarë, deputet, s'kam punë me flamur. Gjoja e ka një nas, Edi Rama. Edi Rama rrugës është. Edi Rama e ka shtëpinë. Pse si vjen Edi Ramës? E ka një natë. Shpun kanë me policinë e shkret. Ja pra dashur shqiptarë ishin një flamur. Ky është flamuri gjerman. Ky flamur shqiptar, flamuri i Evropës. E Evropë mos qof shkur. Që na ke shkatruar të rjetën. Pra dashur shqiptar, unë nuk kam thënë edhe Gjerman le të bëgjojnë që unë i njoh mirë. Gjerman dashur shqiptar është raca jonë, është gjaku jonë. Austria është gjaku jonë. Po ma përsërit e njerë, princ viti kur erdi për ta shpëtuar Shqipërinë, jo për ta gëllabëruar. Pra, Gjermanët, Sali, Edi Rama, janë me shqiptarët, me 97% shqiptarëve, nuk janë me sërbët. Edhe një gjë po e them dashur shqiptar, disa nuk u vjen mirë, edhe Hitleri në luftën e dytë botërore e kishte bërë hartën deri në Beograd për Shqipërinë. Por mizat e Kalit, bolshevikët, Çuçilli me Salin e firmosi dhe ne i shkëputi Kosovën, Malezi, Maqedonin. Edhe rëndovi Shqipërinë e bëri kamp për qëndrimi. Mua më dëgjojnë të vjetrit, e din fare mirë. Pavarësisht se kanë qenë komunistë, t'i lem me një anë dashur shqiptar. Sot, unë pata shumë njerëz, po pata njeri më ka bërë përshtypje jashtëzakonisht të madhe. Djali i ri, intelektual, jashtë abdheut. Edhe më tha, ishe mi i dasëm, o Pilin që tha, fletë shumë mirë, tha që shqiptarët janë të coptuar. Ishe mi i dasëm, tha, dhe pash tavolinat. Të pëses i këshën vend një vend tjetër, të pëdes me një vend tjetër. Turpi botës. Po pse mo shqiptar? Ajo pëse e ju ka vrarë. Ajo pëdeja u përzevi për te detit, u bëri piramidat. Ajo pëdeja u vravi mistin janarë. Ate janë të dy, dashur shqiptar. Për këtë moment që unë po flasë, kryeministri është Sali Berisha. Edi është ndimë si ti. Janë bashkë, por e kapën dhe e mbyllë së bashkë. Pra, shqiptarët e mi, Gjermania e ka dërguar Edi Ramës para 2 javë, para 1 javë. E i tha s'ke punë me ne të Evropës. Sepse duhet dini një gjë dashur shqiptar, Bashkimi i Evropës, komandanti i Evropës është Gjermania. Me pasur, me serioze, punëtorë që punojnë. Ajo është kryesorja. Po pse nuk ishte kryesore Inglitera dashur shqiptar, Britania. Hyri Britania në Bashkimin e Evropës. Mendovi që do beshe bosi. E pa që Amerika e përkra Gjermaninë. A here u largua me njerë Englezët, që doni të beshin bos, është Gjermania. Gjermania është tona dashur shqiptar. Austria është tona. Ata e duan Shqipërinë me kufin natyrore. Dhe çdo gjë është vendosur. Unë tregova pa ka shumë dokumenta serioze të Hitlerit. Pavarësisht se ç'bëri Hitleri, ai ishte punë e tij. Pavarësisht se si vrau, prap ishte punë e tij. Po mua më intereson pjesa ime. Kur unë pash hartën, që ka parë me sytë e mi, jo sot, ka 50 vjetë. Jashtë adhjo. Kur pash hartën që toka jonë është deri atje ku ne e kishim Beograd. Po ti hapësh themelat, ati fletë Shqip. Ato gurë, ato tulla, i ka mënduar të shqiptarë. Pra dashur shqiptar, ta mbaruan. Unë po them 2 fjalë, Saliut dhe Edi Ramës. Sali, Edi. Ju nuk bëni qeveri teknikë kur sa tini në këtë botë. Mos e përmendim me. Qeverin teknike unë e kam krijuar me adhetarë që po më vinë çdo ditë.
çdo ditë njerëz mbi intelektual që din nga 4-5 gjuhë, kurse ju, Sali, Edi, ju nuk dini gjuhën shqipe. S'u pëlqen. Pse them Sali dhe Edi? Sepse Sali të ka rënë barra mbi kurisë. Të gjitha që janë bërë mbi 35 vjet janë barrën tënde. Sepse fundi ishte mbrëm kur u shkel ky flamur. Që s'na i ka shkel njëri. Kurse ju e shkelët me rrugaçët që i keni marrë nga Elbasani, i keni mbledhur në përmalet, i keni sjell këtu nga daullet, i keni bërë milioner, shtyn policinë. Pra, drejtori i policisë arrestoi sa më parë sonte këta që shkel flamur më në krye Berishën e në krye Edi Ramën, që janë bashkë. Spak, gazetarja dhe tha, mund ta shohim njëherë atë të Spakut, po të ketë mundësi. Spak, ju e shihni vetë, unë ju mirë, po thuhet të gjithë. Sidomos punë kam me ty, drejtori Spaku, zoti bravo. Pa marrësi se qa ke qenë prekuror, pa marrësi se ke historinë brapa shpatllave, pa marrësi se çfarë ke pasuri, mua nuk më intereson. Mua më intereson unë që të kanë dhënë kyçina ditë kur në tavolinët nxore shishen, nxore dhe gotën e ujit, do të thotë i the shqiptarëve që unë s'kam besim nga këta. Që ditën që ke hyrë, ti ke ndaluar arrestimet. Për këtë punë e kanë nxjerrë sot në për gazetat, në për internet, në për televizoret e mizave të kalit, se janë gjithë televizor, po mos ishën, a e patë mbrëm kur doli Berisha, aty në shkalla, në atë tokë që ka grabitur, që ka marrë tjeti që ka patur pronën e tij. Doli dhe tha, o shqiptarë, tha, demonstrata më e madhe në histori. Demonstrata më e madhe në histori. Pra do bim tjetër. Unë jam i bindur se s'ka më tjetër demonstrat, ka vetëm arrestime dhe ka tërheqje. Ilir Meta ishte lule dhe thash edhe më përpara që edhe Ilir Meta ka qenë president, kryeministër, po thash që e bëra minjan pe Edi Ramës, pe Berishës, sepse është familje pamarësisht se si ishte Iliri, se si është Iliri, por është familje që gjyshrit e tij, stërgjyshrit e tij kanë luftuar kundër armiqve shekullor. Është shqiptar, purë shqiptar, për demin që ka bërë kombit, për vjedhjet që ka bërë, do t'i dorëzoj të gjitha, demin që ka bërë, do t'i çlyej, është i ri, shpatullat e tij mbajnë, sepse kur hypte në hekurat, beshe si luan, pra në burg atje ta shlyej. Por nuk është një kategori me Edi Ramën. Jo. E nuk është një kategori me Salin edhe me ata që godisin policët. E njerë po i them ati policin, qose më dëgjon të lutem, unë dua të di, pavarësisht se ne e gjejmë, dua të di ti duhet të marrësh gradën më të lartë që ka historia e Shqipërisë. Ti e mbrojtë atë flamur, edhe pe që ishe në armik para te dhe e futen në gjoks. Pra, shqiptarët e mi, e njerë po e përsërit Spaku në biron kombëtare, ata kanë në urë tani, nuk pyesën me, kjo është e qëllimshme, po këtu është në të kundër, do me thënë, e quajnë si sigurimi shtetit, jo të dashur, ka një dallim të madh. Sigurimi i kohës të Ramizit e të Enverit, të arrestonte në mes të rrugës, të rrinin, të vrisin me plumë, pa dosje. Dosje e tyre ishte në emër të popullit. Po të dashur shqiptar, Spaku që e lexoni për herë të parë dhe biroja kombëtare, është FBI-ja, aty janë të shumtit të Amerikës, në Spak janë vërtet që janë shqiptar, por në Spak, si që kam thënë, e ta dëgjojnë fare mirë, 4-5 ju duhet të arrestojeni, por nëse ti, kryetar, zoti bravo,
Nëse ti nuk i arreston urgjent që në Balluku, e Mera, sidomos ta që bën djegjen e policisë, që goditën formën, ata goditën shqiponjën, goditën flamurin polici. Polici e mori se e pa flamur që ra për tokë, a i shdo dhe thotë o shqiptar, kur bie flamuri për tokë ka rënë kombi Shqipërisë. Pra, Spaku dhe Biroja Kombëtare jeni të bindur shqiptar se arrestimet do fillojnë flagrancë me radhë. Nuk janë vetëm deputet dashur shqiptar, nuk janë vetëm qeveritar, po janë shumë gazetar të quajtur e analist, janë shumë të quajtur avokat, jurist, që s'janë gje prej gje, që shesën mendjen për televizor, që i japin mend Spaku dhe Biros Kombëtare, që s'ka të drejt të arrestohet Balluku, se s'ka vjedhur, që është për të habitur. Për të habitur dashur shqiptar. Dhe akoma e mban Mercedesin për $300.000 të dashur shqiptar. Akoma e mbajnë ata që kanë ikur të Sali Berishës, bajnë makinat të shtremta, që janë gjaku i shqiptare. Pra Spak, Biro Kombëtare, lajmin e ke marrë, ka erdhur që dje, po ta theme unë sot zyrtarisht, publikisht, se rruga juaj është shumë e shkurtër. Nëse ju nuk e arrestoni, ju do arrestoni dhe do jepni llogari në kombet e Amerikës për parat që keni marrë, për gënjeshtat që i keni bërë, që keni firmosur, që do shgoni këtë ligj real, po mashtroni shqiptarët. Shqiptarët ishin me ju, po shqiptarët tani janë të pakënaqur se ti kryetar s'ke brazgjë, letrin që i ke çuar që nuk publikohet, e ke çuar për të arrestuar flagrancë, jo vetëm Ballukun, po thuajt gjithë qeverinë. Por, këta që bëni, këta e kanë non grata dashur shqiptarë. Spaku i di, se nuk i arreston flagrancë. Pra, shqiptarët e mi, edhe një i them policisë turp të keni, që i keni quajtur 15 arrestime për akt dhune. Nuk është për akt dhune, për akt terrorizm. Ligji është për terrorizm, arreston flagrancë dhe nuk i bën gjyq fare, po e merr qelsin, si që themi në shqiptar troç, e hedhën në det. Që është akt terrorizm. Akt terrorizm e bën që e quajtën Iran, terrorizm, popullin Irani, harrojnë që kanë 3.000 veta në Durrës, 3.000 anti-shqiptar, 3.000 kriminel që janë aty, që ata me 3.000 mund të bëjnë shumë gjëra, dhe ka marrë vesh që po fusën këta që ata të lëvizin. Po dashur shqiptar, Amerika është me ju. Amerika e një farë gjilpere të jedhet është një gjendje. Profesor, a keni ditë çka për të thënë shikuesve tanë? Çka më shumë? Unë s'kam një gjë për t'i thënë, vetëm kaq u them shqiptarëve të mi kudo që ndodhen, sidomos shqiptarëve të mi në Amerikë, është ora gati 1 në Amerikë, pas dite, ju do ktheheni në Shqipëri dashur shqiptar, e di që prisni pa durim, janë mbi 400.000 shqiptar, e di që e doni Shqipërinë, e di që e doni dhe Amerikën se jeni një shtet të lirë, demokrat, por e keni mendjen në familja juaj. Të dashur shqiptar të Evropës, kudo që jeni në Francë, në Ingilterë. U kam thënë shumë herë, po më mirë t'ua them troç, se po t'ua them më shumë larg e larg, disa nuk e kuptojnë, largoni sa më parë. Evropa do filloj lufta shumë e ashpër. Do filloj minuta minuta, sepse Irani do godasi shumë shtete. Sepse në Iran në ngushticë është nafta dashur shqiptar. Dhe lufta me Iran është bërë qëllimisht dashur shqiptar për 2 familje, nuk po e them me gjatë, po ish kryeministri i Izraelit për interesat e tija, edhe të tjerë. Unë çdo gjë që them, e them hapur, troç, mos marr urdhë nga të tjerët,
unë kam dhënë dhe do jap urdhë derisa të kem jetën time. Pra, Shqipërinë do të bëj me kufi natyrore, e thash edhe një herë përsërit, për herë të fundit, qeveria teknike e shbër, 13 ministra, 3 drejtori, drejtoria e policisë, drejtoria e FBI-s, drejtoria e inteligjencës. Unë pres nga ju dhe po ja kthej përgjigjen njëri që shkruante, që thoshte Pilinçi, pret ganet të bësh qeverinë, bëj vetë, që se bën. Ne jemi të gordhur. Jo, zotni. Unë pres nga fëmijët tuaj. Unë pres nga fëmijët tuaj që din 3-4 gjuhë. Unë pres nga fëmijët tuaj që janë për të detit. Unë pres për fëmijët tuaj që janë intelektual. Unë pres nga fëmijët tuaj që punojnë nga 2 punë në Amerikë e në Evropë. Unë nuk pres nga ju që rrini në kafene, që jeni të pirë, pjeni me i gotë ujë, pjeni me i gotë raki, pjeni me i kafe të vogël, thashe themet në për kafenet, përtisni njeri me tjetrin, shkoni në shtëpi, zgjeni bukë. Se dhe ato lekë që kini, i përdoni për aki. Unë nuk kam shpresat nga ju. Unë kam shpresat, si që thash, nga fëmijët tuaj, që din nga 4-5 gjuhë që më kanë erdhur. Unë kam shpresë nga intelektualët, zgjoni intelektual që jeni në Shqipëri. E janë sa më parë zini vendin e punës. Kjo është që unë nuk kam shkuar në zyrat e reja, se unë nuk pyes as për Salin, as për Edi Rama. Unë i kam quajtur Miza Kaljat. Unë nuk pyes as për Peleshin, e as për Ballën, e as për Majanin, Olsi Majanin. Unë nuk pyes për ata. Ata janë kartona. Edhe kartona, nga ato kartona që përdorin atje ku duhet ta them. As pyes fare. As më shkon ndërmend, sepse i njoh. Ata janë të hiqit. Pra dashur shqiptar, ju që më shkruani ja 2-3 veta, që thoni se bën dot qeverinë, pastaj na kërkoni. Jo. Unë kërkoj intelektual, si që thash, unë kërkoj që të bëj FBI moderne, shkollën e kam hapur, për FBI, për inteligjencën, për policinë nuk do largohen policat të jenë të bindur, do largohen ata, mizat e kalit të mëdhenj që janë, që i quajnë shefa. Ata që i lanë polica në mes rrugës, ata që i panë polica duke goditur, kurse polici që merë $600 e mori flamur dhe futin në gjoks. Ata do rrinë. Ata do marrën të paktën $1.200 më 2 javë. Edhe më tepër do arrijë. Ata do kenë rrogën më të mirë policia, byroja kombëtare, sepse dohet ky ligj dashur shqiptar, pushtetuta amerikane. Duan, s'duan sërbët, grekët, që do tjetë. Pavarësisht dashur shqiptar, se politika greke e do Shqipërinë të biri poshtë. Jo populli Arvanitos janë tonin, shqiptarët tonë, e din fare mirë. Pra, unë o them shqiptarëve, ditët të bardha do t'jenë për ju në qoftë se do dini. Zgjoni, mos shkoni në për kafe, rrini për shpirat tuaja, lini fëmijët të vinë kene, mos i ndaloni, lini fëmijët të marrën pozitën, lini fëmijët të ruajnë kombin e Shqipërisë, lini fëmijët të mbrojnë flamurin e Shqipërisë. Pra dashur shqiptar, miru pafshim, nesër spaku, besoj se nuk do të zeri gjumi sonte e biroja kombëtare, biro lëviz, vishe atë formën e biros, fillo arrestimet, pa pyetur njeri, si që keni marrë urdhri, vazhdoni bëni, mos dëgjoni se shton se ju nuk jeni si sigurimi i komunizmit që arrestonte shqiptarët kotë së koti. Ju jeni që këta kanë vjedhur kombin e Shqipërisë, këta kanë shkelur flamurin e Shqipërisë, këta varën flamurët e Shqipërisë janë bërë cop-cop, edhe shqiptarët e mi t'jeni të bindur. Gjermania nuk është me këta, Austria nuk është me këta, Amerika nuk është me këta, që këta e njëri që shini këtu duke folur, unë nuk kam thënë, jam Amerikan për 100 sa vjetë, jam shqiptar për miliona vitë. Pra,
Shqipëria do bëhet me kufin atëror, më erdhe sot nga Maqedonia, që atje do bëhet edhe aty qeveri teknike, pra dashur shqiptar, erdhi koha e oj, zgjoni mos rrinin për kafe, turp të kini që rrinin për kafe, e turp të kini që prisni parat nga fëmijët tuaj. Fëmijët tuaj punojnë 2 punë jashtë adheut. Punojnë natë e ditë në Itali, punojnë natë e ditë në Francë, punojnë natë e ditë në Ingilterë, edhe mos prisni parat e fëmijëve tuaja të talleni për kafene. Rroftë Shqipëria me flamur të kryqëzuar, flamuri Amerikan dhe flamuri shqiptar. Kini nderin të mbani të 2 flamur dashur shqiptar. Kudo që jeni, në qatin, në balkon, në makinë. Amerika është me ju. Dhe ne nuk marrëm urdhë, po Amerika është me ju. Ju do t'jeni në shtetë Amerikan ditën që bëhet Shqipëria me presidencë. Ju do keni tërë pasurit që janë në tokën e Shqiponja. Natën e miru pafshim nesër, të dashur shqiptar. Profesor, të falenderoj. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.